E kështu Zoti pasi krijoi njeriu tha, le të jetoj pra njeriu 120 vjet. Dhe unë dua t'ju pyes juve, njeriu a jeton 120 vjet, më shumë apo më pak? Ju çfarë mendimi keni? Dhe pse me njeriu po insiston që të jetojë në pafundësi? A është e mundur që të jetojë sa të doj dhe me zbulimet e fundit që janë bërë? Deri ku arrin pra jetëgjatësia e njeriut? Ndiqeni me vëmendje dhe kush është rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Duhet të dini që në shkrimet antike kishte diçka që është e vërtetë, është zbuluar vitet e fundit, që njeriu mund të jetojë maksimumi 130 vjet. Kjo është shkencore. Është zbuluar që prej viteve 1970, sepse u zbulua që telomerët që gjenden në ekstremitetet e kromozomeve janë ata që përcaktojnë vdekjen e qelizave, pra vdekjen qelizore që i jep urdhër orës biologjike të njeriut për të vdekur qelizat. Dhe dal nga dal vdes njeriu. Po çfarë kanë zbuluar kohët e fundit? Disa shkencëtarë, jo vetëm një, po kanë zbuluar që me anë të disa teknikave natyrale njeriu mund të jetojë më gjatë se sa 80 vjet. Sepse duhet të dini që jeta mesatare e njeriu, ç'është e vërteta, është 80 vjeç. Ka patur raste që njeriu jeton deri në 121 vjeç, sepse për shembull kemi bërë dhe në emisione që të dokumentuara po flasim, për shembull si gruaja franceze që jetojnë 121 vjeçe, por ka dhe të tjerë që kanë jetuar 119 e të tjerë akoma në 110. Po këto janë raste të rralla, pra në raste shumë të rralla ekstreme që mund të jenë rreth 50 maksimumi 100 njerëz në gjithë globin, pra ndër vite kjo, është vërtetuar që prej viteve 1800 deri sot të dokumentuar, pra janë pak njerëz. Por ç'është e vërteta, jeta mesatare e njeriut është jo më shumë se ndiqeni me vëmendje për të mirën tuaj. Jo më shumë se 80 vjet. Pra kjo është jeta mesatare në përgjithësi po flasim, me fjalë vdekja mesatare. Sepse ka dhe nga ta, për shembull Clint Eastwood ka arritur në moshën 94 vjeç. Mirë po, parafërsisht 80 është ajo mesatarja në botë, të paktën kështu thuhet. Për shembull në tërës shqiptare është 76, parafërsisht edhe në Kosovë, Maqedoni, Mallzi, pothuaj e njëjta gjë është, maksimumi 78 vjeç. Tani kush e përcakton vdekjen e qelizore? Pra kush është problemi kryesor? Tani po ja u tregoj. Thashë janë bërë shumë studime, por studimi më i madh që është bërë, pra vitet e fundit, viti 2013, është bërë nga disa studiues suedez. Dhe është zbuluar shkencërisht që problemi kryesor është stresi oksidativ. Çfarë është stresi oksidativ? Stresi i përgjithshëm. Stresi që ne kemi, me fjalë, ne nëse humbim vullnetin, humbim atë dëshirën për të jetuar, për punë, për çdo gjë, ose nëse ne e marrim çdo gjë shumë seriozisht, ne i krijojmë probleme të efekteve domino të gjitha qelizave. Do thot në njëri nga ju, po mirë, çfarë zbulove? Po zbulove ujin e ngrohtë? Jo, absolutisht jo. Jam këtu thjesht për të ndezur shkëndijën. Sepse pikërisht duke ja u kujtuar për disa që e din, sepse pjesë e dërmuese nuk e din, unë këtu jam për t'ja u kujtuar. Ja u kujtoj gjithmonë që t'jeni, e keni vënë re që unë jam shumë optimist, jam entuziast për çdo gjë. Nuk ka ditë që nuk bëjmë video së bashku, sepse i kam vënë detyrë vetes që ato çka unë di t'i ndajmë këtu përballë, në mënyrë të përbashkët, dhe diskutimet e përbashkëta na nxjerrin në rrugën më të vërtetë, sepse unë jam i bindur që një ditë, edhe tani kanë filluar, por them, një ditë do thonë kishte të drejtë Nadiri. Kanë filluar dhe tani, shpesh shumë prej jush më falenderoj dhe unë ju falenderoj nga thellësia e shpirtit, por siç ju kam thënë, unë e bëj thjesht nga dëshira. Ju dua fort dhe bëj nga dëshira. Unë mësoj nga ju, ju mësoni nga unë, sepse ndonjëherë kur shkruani disa komente, futem dhe kërkoj ato çka thoni ju. Askush nuk është perfekt, por të dini diçka, unë përpara se të bëj çdo lloj informacioni, shkoj dhe kërkoj që të jem sa më i saktë. Di pak, por dua që të jem në maksimum. Dhe në këtë rast po i thosha, është stresi oksidativ është sëmundja e shekullit, është problemi më i madh që ka njeriu i shekullit të 20, shekulli 21, sepse nuk është një problem i kalueshëm, por duhet pikërisht pra njerëz si puna ime, për shembull, më falni që e thash, por jam i detyruar ta them në këtë rast, si puna ime që të nxit mendimin kolektiv, sepse atë bëj unë. Unë nxit vetëm mendimin kolektiv. Pra ai mendim që
të gjithë mendojnë që është konservator, që e mbajnë vetëm për vete disa, unë dua që ta shpërndaj me miqët dhe shokët. Tani, çfarë problemi krijon ky stresi oksidativ? Siç ju thash, siç hapa bisedën në fillim, njeriu ka një që ka zbuluar thash pas viteve 90, ka zbuluar që në ekstremitetet e kromozomeve gjenden pra këta telomerët. Dhe telomerët janë disa organela në cep të kromozomit, në momentin si që janë X-i, në cep fare, këta fillojnë dhe shkurtohen. Me fjalë, shkurtohen dal nga dal, është kryesisht thash nga stresi, por edhe nga problemet tjera. Dhe duke u shkurtuar, fillojnë probleme të ndryshme të trupit, pra probleme trupore, sepse krijon efektin domino. Ato duke mos patur pra qelizat tona shumë ai oksigjen që duhet me se zbënë që të ketë, duke u shkurtuar këto telomerët, krijojnë probleme të efektit domino në sëmundje, pra shfaqen sëmundje të ndryshme, derisa na smur. Pra duket diçka banale, por është kaq e thjeshtë të kuptohet që nuk, në fjalë, çdo gjë, ne kemi lindur, çdo gjë është frekuencë, çdo gjë që na rrethon është frekuencë dhe vibrim. Dhe këto frekuenca varet se si ti i përcjell. Siç e kemi thënë shpeshherë, për shembull, në atë studimi që ka bërë ai Emoto, që i fliste ujit. Ja u kam thënë, ose verës që thoshja sot, që është zbuluar kohët e fundit për sa i përket studime që janë bërë të verës, që me anë të tingujve, pra të një orkestre, ndryshon strukturën. E njëjta gjë pra ndodh edhe në qelizat tona. Nëse ne do ta mendojmë, pra frekuencat që ne emetojmë nga truri, do ta mendojmë fort që ne mund të shërojmë vetveten, ne mund ta shërojmë. Është e vërtetë kjo. E njëjta gjë anasjelltas bën ti kur je i stresuar. Pra ti kur stresohesh i krijon probleme trupit tënd. Dhe nga ky moment fillon efekti domino që i krijon probleme gjikqelizave. Pra ky është problemi kryesor që shkurtohen telomerët. Tani çfarë po bëjnë studiuesit kohët e fundit? Pikërisht këtë po bëjnë. Po mundohen që të mbajnë sistemin e telomerik ose të telomerëve sa më gjatë, pra që mos të shkurtohen. Dhe me anë të disa teknikave që moderne që janë le të themi të sforcuara, sepse është vetëm fillimi tani, mendohet që pas vitit 2030 do të arrihet një gjë e tillë, por për momentin pikërisht këtë po bëjnë. Dhe ka disa që jetojnë gjatë kohët e fundit duke marrë pra pikërisht këto duke bërë këto kura, disa natyrale, por disa edhe kështu të sforcuara, për të arritur pra të jetojnë sa më gjatë. Disa që e kanë tejkaluar moshën, që mund të kishin vdekur prekosh, pra në moshën 90 ose ndoshta 95 vjeç, kanë arritur dhe 100, bile edhe më shumë se 100. Bile e thoshin në një studim që është bërë, që ishte një eksperiment që kishin bërë edhe me Kirk Douglas, me aktorin e famshëm. Ai vdiq 102 vjeç për shembull. Thuhet që tek ai u bën disa eksperimente që pikërisht pra për sa i përket telomerëve. Megjithatë ju çfarë mendimi keni? Ju sa stres keni? Hiqeni stresin, largoheni, zhdukeni dhe të kujtoni vetëm një gjë, optimist, okay? Ju dua fort dhe mbani mend këtë që optimizmi është thelbi i ekzistencës suaj. Kalofshi bukur.